Finalizohet operacioni policor I koduar The Saver. Prezantohej si prokuror për të përfituar shërbime dhe dokumente, arrestohet 49 vjeçari I cili dhe në momentin e ndalimit ju prezentua punojësve të policisë me këtë detyrë. Ky shtetas ishte në kërkim pasi kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi për të njëjtën veprimtari kriminale. Ai ka qenë I dënuar dhe më parë për mashtrim të disa shtetasve duke u prezantuar si funksionar publik. Vije në pranga dhe një shtetas që strehonte 49 vjeçarin pasi posedonte në banesë një armë zjarri automatik dhe municion luftarak. Sekuestrohen arma e zjarrit, municion luftarak si dhe dokumente të ndryshme që dyshohet se I ka përdorur 49 vjeçari me këtë veprimtari kriminale. Si rezultat I veprimeve të shpejta dhe profesionale të kryera nga specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Saran në drejtimin e prokurorisë pas marrjes së informacionit se një shtetas prezantohej si funksionar publik për qëllime përfitimi, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar The Saver. Në kuadër të këtij operacioni u bë mundur kapja dhe arrestimi në flagrancë shtetasve. AM 49 vjeç banues në Tiranë për veprat penale mashtrimi, përvetësimi I titullit apo I detyrës shtetërore dhe largimi të burgosurit nga vendi I qëndrimit. EÇ 19 vjeç banues në Sarandë për veprën penale mbajtja pa leje dhe prodhimi I armëve shpërthyese dhe I municionit. Nga hetime dyshohet se duke u prezantuar si prokuror dhe duke I premtuar se do të paguheshin nga institucioni prokurorisë, shtetasi AM ka punësuar disa shtetas në shërbim të tij, të cilëve ja ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm ekonomik. Gjithashtu ka kërkuar favore në institucione dhe subjekte të ndryshme. Nga verifikimet e kryera, rezultoi se 49 vjeçari ishte në kërkim, pasi kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpitë caktuar nga gjykata për veprën penale mashtrimi, pasi është paraqitur në institucione dhe ju ka marrë para qytetarëve duke u prezantuar si prokuror. Në vijim të veprimeve hetimore për dokumentimin e rastit, u krye kontroll në banesën e shtetasit EÇ në Sarandë, ku qëndronte shetasi AM. Gjatë kontrollit u gjetën dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri automatik tip Shars, municion luftarak dhe dokumente të ndryshme zyrtare, radio si të policisë dhe një kompjuter, të cilët dyshohen se janë përdorur nga shtetasi AM për mashtrime. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme procedurale.